Mirë po është të shgënyse një citat dhe një fjali e tillë ku thot decisivisht që Putini nuk ka pretendime ta marrë të gjithë Evropën, ta aneksoj gjithë Evropën. Nuk ka pretendime ta aneksoj gjithë Evropën, do thot një pjesë mundet. Dhe kjo, me thot drejtën nga optika ime në analizë që kom bërë sot, mendoj që nuk na presin ditë mira. Do të jemi para një situate të jashtëzakonisht të rëndë, por me atë që kërkohet në pyetjen e juaj, besoj që ka një thyrje në raportet evropiane amerikane dhe besoj që perëndimi në këtë drejtim po kalon në një fazë të re të qëndrueshmërisë, mund të them të polit perëndimor, mos them edhe civilizimit, zhvillimit, kulturës dhe gjitha elementeve ta marrë edhe të forcës apo edhe të materializmit të saj, dhe gjitha këto mendoj që Evropa është në një pozitë jo të lehtë. Çfarë po ndodh me luftën mes Rusisë dhe Ukrainës teksa kanë nisur negociatat, por ende premtimi i madh i Donald Trump se do t'i jap fund luftës me një telefonat nuk është përmbushur që nga rikthimi i tij në Shtëpinë e Bardhë? Po ka qenë, mund të them, ndoshta fjali që u ka përshtat fushatës, sepse ndalimi i një konflikti brenda 24 orëve nuk ka mundësi as teknikisht, as teoretikisht. Mirë po, më besoj që do të shkojnë edhe mujt të tërë dhe nuk do ndodh kjo, sepse janë shumë komponente të cilat nënkuptojnë dakordimet, fillimin së pari të bisedimeve, dakordimin, tekstin, pikat, materien për brenda, çka përmban teksti, ku do jenë mund të them ato pikat, limitet ku njëra palë derisa mund të shkoj, derisa mund të çoj pe, derisa mund të arrihet një kompromis. Pastaj ona teknike e vijës demarkacionit ose demilitarizimit në këtë rast ta quaj kështu në fjalorin ushtarak, do thot e gjitha ajo komponent, kush e përbëjnë atë komponent atyre forcave, në emrin e cillit mision, do thot do strehen në ombrellën e kuj do të jenë ato forca, dhe do thot është një mori elementesh që nuk arrihen jo për 24 orë ose 48 orë, por mund shkojnë edhe muaj, 3 muaj, 6 muaj apo edhe viti. Do thot këto elemente janë qendrore dhe besoj që sot kemi një arritje të një marrëveshje sa i përket anëpushimit në detin e Zi, që nënkupton që është një proces i ngadalshëm. E ka një evolim dhe një dinamik, mirë po finalja është larg të arrihet, nga se interesat mund të them të palëve janë diametralisht të kundërta. Kemi një rol amerikan që mund të jetë qendror, mirë po kemi edhe një hatërbetje evropiane, mund të them për tërë arsyen e materjes së asaj marrëveshje që përmban, dhe mendoj që evropianët në farë mënyre janë të lënën anash nga vetë amerikanët, sepse këtij procesi dëshirojnë që t'i vënë kapak Shtëpia e Bardhë dhe personalisht vetë presidenti Trump. Por më duket që ekziston një aleancë bukur mirë e koordinuar mes dy superfuqive, thamë kështu, sa i përket asaj që quhet arsenalit bërthamor dhe fuqive së armeve, amerikanëve dhe rusëve, dhe besoj që është një korrespondencë, bili ka informacione që më duket edhe nga Kremlini, kur është shpitur Peskov rreth asaj që kanë qenë 2 telefonata, ai mendon që ka pas edhe më shumë telefonata tjera në raportet Putin-Trump, dhe mendoj që ta quaj kështu një koekzistencë e tillë, paqëtimi i tillë amerikano-rus ka për synim të krijojë zona të influencës për të dy palët dhe Kinën sigurisht. Dhe mendoj që në këtë drejtim gjendja në terren tregon që kemi një, mund të them, eskalim në vijat e frontit, sidomos në pjesën e Khersonit dhe Zaporozhës, ku luftohet për çdo fshat, mund ta quaj kështu, sepse të dy palët e dinë që vijat që do të ndahen do të besin aty, mendoj. Dhe tash në aspektin e asaj që nënkupton
luftimet në terren, të dy palët tentojnë të përfitojnë nga momentumi dhe të arrijnë në atë që ka të sjellë marrëveshja finale. Edhe pse mendoj që Ukraina ka hyrë në një fazë të tillë dhe ka një mbështetje, mund të them, për forcat armatosura të Ukrainës që ndihmojnë anglez, gjerman dhe evropian, në përgjithësi mund të them 3 shtetet evropiane bashkë me Francën, por kjo nuk mendoj që do të ndryshojë diçka praktikisht në terren. Ka se situata e tillë tregon që Ukraina, marrëveshja që do të arrihet për Ukrainën i takon asaj fjalisë historianit kroat që do thotë rus territorin amerikan mineralet, fatkeqësisht ukrainasit, vetëm slava Ukraina. Nisur nga ajo që duket deri tani, ka gjasa që Vladimir Putin të marrë pothuajse gjithë territoret e pushtuara dhe të ketë avantazhe shumë të mëdha në këtë marrëveshje, nëse do të arrihet për të vendosur anë pushimin, por edhe për t'i dhënë fund luftës. Ju si mendoni, a do të arrisë kjo urinë e Rusisë kundrejt shteteve të tjera dhe a e bën kjo Rusinë një shtet më agresiv, qoftë edhe ndaj shteteve të tjera në një fazë të mëvonshme, siç e pam edhe në rastin e Ukrainës? Jam i mendimit që realitetin në terren tregon diçka tjetër. Mirëpo edhe atë që ka qenë starti 24 shkurti 2022 i rusëve për të hyrë në Kiev apo për të pushtuar komplet Ukrainën, mendoj që ka qenë një plan i dështuar. Mund të jetë që ka qenë, mund të them, një lloj aksioni për të provuar deri ku apo do të pritet nga popullata, kanë menduar që nga popullata do të pritet me lule. Mirë po, mendoj që e tëra kjo caqet dhe qëllimet e rusëve mund të jenë të klasifikuara, informacioni klasifikuar dhe nuk mund të dihet deri në skajshmëri se ku ka qenë tendenca. Ajo që ka shihet, mendoj që është arritja e pjesës lindore të uzurpimit dhe të okupimit të asaj pjese, të atyre 4 regione, që ka futur në Kushtetutën e Federatës Ruse, ka qenë ai referendumi i 2023-s, ku do thotë është bërë një lloj triku për të legalizuar çoja vullnetin e popullit. Referendumi në kohë lufte është vështirë të njihen si legale, por sidoqoftë sot realiteti në terren do thotë ana gjeostrategjike, por edhe taktike e rusëve ka qenë që të afrohet vijës së Dnjeprit, të lumit Dnjepër, që në një farë mënyrë të jugu ka pas një stabilizim afër Mikolajevit dhe deri te pjesa Kupianskit aty afër në regionit të Harkivit. Mendoj që në të ardhmen do të ketë në këto dy Sumi, regioni Sumit, ku kanë qenë të involvuar edhe forcat, ku kanë forcat ukrainase në Kursk, brenda territorit të Federatës Ruse, që tashmë do thotë ajo është më punë e kryer. Dhe sot mund të them luftohet për Harkivin dhe pjesët e saj. Dhe në këtë drejtim mendoj që taktika ruse është të krijojë vijën e tillë të pjesës verilindore deri në Mykolajev në jug. Dhe në këtë drejtim mendoj që rusët dëshirojnë që të arrijnë përmes Krimes, që do thotë është qysh 2014, mos harrojmë se lufta në Ukrainë ka filluar në 2014, do thotë ka qenë një përgatitje e tillë dhe një angazhman, por edhe i forcave ukrainase, të ndihmuara nga vendet perëndimore dhe sidomos nga vendet që janë anëtare të NATO-s, vendet më të fuqishme.